kemi ende një rrugë për të bërë drejt finishit. Jemi afër finishit, po nuk jemi në finish. Rruga drejt finishit, sprinti drejt finishit, është mandati i 4 për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është çështje mërzie ose gëzimi. Duhet një gëzim shumë i madh kur ta realizojmë këtë mision historik, por në ndërkohë unë mund të të mbaj këtu deri nesër për të thënë se sa shumë gjëra kemi bërë që as nuk mund të imagjinoheshin deri ku janë bërë, dhe se sa shumë ka ende për të bërë, dhe prandaj unë nuk largohem dot. Ka dy mënyra për t'u larguar i dashur etnik. Një kryeministër në një vend demokratik. Njëra mënyrë është kur nuk e ndjen më zjarrin brenda. Është një lloj zjarri që ndjen njeriu në mision. Gjë që mua nuk më ka ndodhur ende. Dhe tjetra është kur ti mund ta ndjesh zjarrin brenda, por njerëzit thonë hap krahun sepse duhet vi dikush tjetër. Këto dy janë, nuk ka tjetër. O ikën vetë, o të largojnë njerëzit. Për të parën, ta thash, unë kam një mision për të përmbyllur. Dhe nuk jam këtu për asgjë nga çfarë thuhet dhe çfarë thonë. Dhe nuk jam fare ngjashëm me atë që përpiqen të më pikturojnë prej tani më shumë vitesh, ata të cilët nuk kanë asnjë aftësi tjetër për të konkuruar denjësisht. Jam këtu për të bërë bashkë me të gjithë ata që punojnë me mua, që më mbështesin mua historinë e këtij vendi. Dhe mundësia për të bërë histori tani më na ka ardhur në dorë, është në dorën tonë. Është në dorën tonë në 11 maj, mundësia për të bërë histori, duke u bërë më shumë se sa një shumicë e thjesht aritmetike, për të shtyrë më fort procesin e negociatave në Bashkimin Evropian dhe për t'i mbyllur ato brenda vitit 2027. Kështu që ti thua tani, ik me faqe të bardhë. Unë faqen e kam të bardhë, pavarësisht se sa përpiqen të më nxjinë, dhe koha do t'i vërë në vend të gjitha. Nuk mund të pretendosh që të jesh në një arenë të mbushur me balt edhe të mos të bëjnë pis. Por ama, në fund të ditës, si thoshte Indieri Kasem Tërveshina, qend le të lehin, karvani të shkojë përpara, në fund është rruga ajo që do mbetet.